Keni çuar fëmijën në çerdhe, në kopësh, në shkollë dhe normalisht me fillimin e këtij sezoni shikoni që hundët dhe kolla nuk është se ikin. Shpesh detyroni që të përdorni ndonjëherë medikamente, shurupra, ose përdorni lavazhe hunde, ose përdorni aerozol, ose ndonjëherë mund të bëjnë komplikacione dhe duhet të përdorni antibiotik. Por kolla nuk ikën, ose hundët pastrohen, po jo plotësisht, ose kolla nuk zhduket 100%. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse fëmia është ende në aktivitetin e çerdhes, kopshit ose shkollës. Do të thotë që ai merr viroza gjithkohës dhe ato mbi vendosen sekrecionet që ndrojnë aty dhe aktivizohen me ditë. Ka ditë që fëmia është i qetë, ka ditë që cilat kolla është shumë e shprehur. Çfarë duhet t'u shqetësoj? Duhet t'u shqetësoj nëse kjo kollë është shumë e shpeshtë, të thot ditën dhe natën, nëse ka vështirësi në frymarrje, nëse ka temperaturë, nëse fëmia ka ndonjëherë nxirje të buzës, këto janë shenja që duhet të shkoni tek mjeku. Nëse këto sekrecione që ndrojnë të tilla dhe janë me këto ditët e mira, ditët e këqija, ose kjo kolla është pak a shumë me ditë dhe ka ditë që qetësohet, ka fundjava që bëhemi keq, mos u trëmni, mos u mërzisni, sepse ato mund të jenë prezente jo vetëm gjatë dimrit, por edhe në verë. Gjithmonë monitoroni gjendjen e përgjithshme dhe vlerësoni nëse ai nuk është mirë, fëmia pra vajza ose djali nuk është mirë, atëherë duhet shkuar tek mjeku. Ju përshëndes.